Në Bern të Zvicrës u mbajt manifestimi përkujtimor dhe artistik Kurora e Lirisë, kushtuar sakrificës familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve të kombit shqiptar. Një mbrëmje e cila bashkoi bashkëdhetar të shumtë në nderim të një prej kapitujve më të dhimbshëm dhe më krenar të historisë sonë. Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësues institucional, diplomatë dhe mysafirë të shumtë, të cilët me pranimin e tyre dëshmuan respektin dhe përkushtimin ndaj sakrificës së atyre që dhanë jetën për liri. Para fillimit të programit artistik, të pranishmit patën mundësinë të vizitonin ekspozitën fotografike Prekazi, një dashuri, dhimbje dhe krenari kombëtare, përmes së cilës u solli një rrëfim i fuqishëm vizual mbi historinë, dhimbjen dhe krenarin që mbart sakrifica e familjes Jashari. Ky manifestim është një omazh për familjen Jashari për të rënë për liri dhe për idealin. Na obligon të jemi bashkë si kujtesë e gjallë e lirisë. Manifestimi u hap me fjalën e organizatores, e cila kujtoi me respekt dhe emocion sakrificën sublime të familjes Jashari, duke theksuar se kjo histori nuk është vetëm një kujtim, por një amanet që duhet të ruhet dhe të përcjellet në breza. Përshëndetje përfaqësuesve të institucioneve të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. Përshëndetje përfaqësuesve të institucioneve zyrtare meqit e Kosovës. Në nder të dëshmorëve të lirisë, të pranishmit mbajtën 1 minutë eshti, një moment reflektimi i thellë për sakrificën që u bë në emër të lirisë dhe dinjitetit kombëtar. Mbrëmja vijoi me interpretimin e imnit kombëtar shqiptar, duke krijuar një atmosferë të veçantë emocioni dhe uniteti mes të pranishmëve. Atmosfera përkujtimore u pasurua mëtej me interpretimet artistike, përfshirë këngë epike kushtuar Prekazit, që rikthyen në kujtesë qendresën dhe flijimin e një familje që u bë simboli ynë kombëtar i lirisë. Gjatë manifestimit u theksua se sakrifica e familjes Jashari në masakrën e Prekazit përfaqëson një ndër momentet më të rëndësishme të historisë së Kosovës, duke u kthyer në themel të lirisë dhe të shtetërtimit. Përfaqësues institucional dhe figura të njohura theksuan se kjo sakrificë nuk është vetëm një pjesë e të kaluarës, por një udhërfyes për të ardhmen që kërkon unitet, përkushtim dhe përgjegjësi nga të gjithë. Në emër të familjes, u ritheksua se rrugtimi i kombit shqiptar ka qenë gjithmonë i ndërtuar mbi sakrificë dhe përpjekje për liri, duke e bërë flijimin një nga vlerat më të larta kombëtare. Në vijim, mbrëmja mori një dimension artistik, ku ansamble dhe shoqata kulturore shqiptare në Zvicër sollën këngë dhe valle tradicionale, duke e kthyer skenën në një pasqyrë të gjallë të identitetit kulturor. Në përmbyllje, ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve shota nga Kosova solli një performancë të fuqishme artistike, e cila u prit me duartrokitje të gjata nga publiku.
Kështu, manifestimi kurore e lirisë në Bern u shndërrua në një mbrëmje të veçantë kujtese, nderimi dhe uniteti, duke dëshmuar se sakrifica e familjes Jashari mbetet dhe do të jetë e gjallë në ndërgjegjen e çdo shqiptari.